Reshjet e shiut të rëna ditët e fundit kanë shkaktuar dëme në bujqësi. Dëmi më i madh ka qenë tek barat që korren në këtë periudhë për t'u përdorur gjatë stinës së dimrit si ushqim për bagëtinë. Fermerja Eleze Elezi nga fshati Bërshi i Klosit thotë se reshjet e vazhdueshme të shiut nuk po ju lën barit të thajë dhe ai po kalbet në fusha. Këto dëme i shtohen edhe dëmeve të mëdha që shkaktuan ngricat e prillit ku dëmtuan thuajse të gjithë pemtarinë. Fermerja Eleze Elezi shprehet se këtë vit çdo produkt që mund ta siguroni nga pemët e tyre do të duhet ta sigurojnë nëpërmjet blerjes në treg, pasi nuk ka mbetur asgjë. Bojësit është barnat po, se barnat është gjithmonë dore, por nuk ka qenë morë përshi. Vetëm ta, asë gjatë tjetër. Vetëm ke barnat, ke baza ushqimore, plektërisë. Shpresoj që të dali koha. Megjithëse e ka dhënë kohë pa qëndrueshme. Pa tjetër që çdo shi e ka me vete vrugun. Po, domin e ka bon e ngritë se dëllin fillim prillit, e ka dëmdo rrushën. Se ka pas shuvu vastakun edhe e dëqë ajo se majti ftoft. Raje borën e ngrini, rrushën e ka dëmdo. Arën e ka dëmdo ranë. Pikun, sheket, kretjen s'ka dume, nuk e japin asnjë efekt. As i legjët e bimit, as të grumvet, as të pemet, as deri tek njerëzit. Nga ana tjetër, fermerët shpresojnë që kushtet e motit të përmirësohen dhe të mbjellin kulturat e tjera bujqësore në mënyrë që të mos mbeten pas një lloj prodhimi në bujqësi.